Zakonisht, se pyetjet më të mëdha janë se ka edhe mite rreth implanteve, jo janë trupat huj, disa organizma si pranojnë, disa organizma i pranojnë. Sa qëndrojnë këto? A mund të përshtatet implantin në çdo organizëm? Janë shumë faktorë të cilët ndikojnë, domethënë implanti a mund të vendoset. Domethënë gjithmonë për me jep përgjigjen te pacienti a mundet të përdoret implanti, domethënë të çaj pacient është individuale. Domethënë ajo varet nga shumë faktor, nga koha kur e ka, për shembull kur u largu dhomja, është bërë sorbim mikoskor, pacienti a ka probleme të përgjithshme, për shembull te pacientat që kanë diabet, nuk mund të thomë që nuk mund të vendosen implantet, po duhet me qenë një diabet i kontrolluar. Domethënë janë shumë faktorë. Mungesë të kockës së implanteve, domethënë në momentin ku kemi mungesë të kockës, për vendosjen e implantit ndonjëherë duhet edhe me shtu kockë. Domethënë varësisht sa kemi kockë për me vendosur implantin, janë disa faktorë të cilët ndikojnë, domethënë implanti për suksesin e implantit. Po, domethënë janë disa kandidat potencial që mund t'i nështrohen dhe ka të tjerë ka kandidat që nuk mund privohen prej implantit. Domethënë nëse nuk ka kockë edhe nëse nuk ka mundësi me shtu kockë në atë pjesë, edhe pse tash mundësitë kanë ndryshuar, domethënë stomatologjia ka përvarur shumë, domethënë shtohet kockë, gjithmonë pritet, domethënë 3 deri në 6 muaj të ostintegrohet çaj pjesë e kockës që e kemi vendosur në momentin ku s'ka pas vend për implant, atëherë mbas 6 muaje vendoset implanti. Domethënë janë disa faktorë që ose disa raste për shembull kemi kur sinusi është i shumë poshtë dhe implanti nuk mund të vendoset, atëherë bëhet ngritja e sinusit, varësisht domethënë janë disa protokole, nëse domethënë është diku afër 5 mm ka kockë, atëherë bëhet ngritja e sinusit, në njëjtën kohë ngritet sinusi, mbushet sinusi me kockë edhe në vendoset implanti. Domethënë ekzistojnë protokole për vendosjen e implantit varësisht prej pacientit që është shumë individuale, domethënë prej rastit në rast.